Dita kombëtare e trashëgimisë erdhi në një formë të veçantë në Durrës. Në ambientet e Kullës Veneciane, Qendra Muzeore Durrës në bashkëpunim me Postën Shqiptare organizoi një ekspozitë të veçantë, që në qendër kishte kartolinat dhe pullat postare, që i dedikohen pikërisht monumenteve dhe figurave më të njohura historike dhe artistike që kanë nxjerrë qyteti bregdetar. Është e punë interdisiplinare, është punë kërkimore, e cila synonte që të evidentonte ato elemente të kulturës, të trashëgimisë dhe personazhet e rëndësishme të qytetit të Durrësit, të cilat ishin promovuar përmes pullave. Dihet që pullat janë ambasadorët e shpirtit të kombit, janë ato që reflektojnë realitetet, por edhe historinë. Pjesëmarrës ishin dhe koleksionistë apasionuar pas filaterisë, të cilët prezantuan pulla dhe kartolina të ralla të shumë dekadave më parë, për t'i dhënë mundësi dhe brezit të ri të njihet me to. Ne në koleksionet tona kemi hajtë se nuk i numëron dot. Kurse këtu me që ishte një ekspozitë me këtë rast, për muzeumet, ne solo u prezantuam këtu me disa kartolina të vjetra të qytetit të Durrësit. Janë kartolina unike, nuk i gjen dot kollaj, edhe me disa pulla. Nxënësit e shkollave, por dhe turistë të shumt patën mundësi të shihnin nga afër pullat postare që janë dedikuar qytetit të tyre, por dhe të mësonin procesin e krijimit dhe historikut të tyre. Durrësi bën dallim nga qytetet e tjera sepse është vërtet një portë hyrëse shumë e lashtë midis lindjes dhe perëndimit. Kemi me një histori mijëra vjeçare dhe zhvillimet e vetë Durrësit, si nga pikpamja e arkeologjisë, si nga pikpamja e infrastrukturës detare, si nga pikpamja artistike dhe kulturore, janë vërtet për t'u admiruar dhe pse jo për t'u evidentuar nëpërmjet pullave postare që Posta Shqiptare ka ruajtur me fanatizëm në këtë gjithë historinë e saj 113 vjeçare. Mes figurave si janë Kukuzeli apo Mirushka Bashi, mozaiku të Bukuroshës së Durrësit, skulpturës së Perëndeshës Gea, por dhe shumë të tjera, zbulohet në pullat postare dhe kartolina, një pjesë mjaft e rëndësishme e historisë së qytetit antik dhe modern.